Do thonë dietari është ai i cili domethënë ta shkurton, ta përmbledh dijen. Prandaj nxënësi i dijes duhet me pas lidhje të fuqishme në njohurinë e tij në lidhje me fjalët e dietarëve. Pse? Se ato fjalët e dietarëve do thonë ta afrojnë, ta bëjnë ma lehtë dijen që ti ta kuptojsh dhe ta sistemojnë me rregullat që vinë dietarët, që ato rregulla i kanë nxjerr ato nga libri Allahu subhanahu wa taala dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bazë të atyre rregullave ta sistemojnë dijen ty. E ne ta bëjnë më të lehtë që ti ta kuptojsh dhe ta perceptojsh. Dhe thot Sheikh Ahmed Badkhin, hafidhahullah, se ai i cili e tregon vetën se s'ka nevojë për fjalët e dietarëve, do thonë shfaq një lloj pavarësi ndaj dietarëve. Thot s'kam nevojë për dietarët, unë i lexoj vetë librat. Edhe këtë kemi dëgjuar. Kur u themi hajdeni me të dietarët, thonë ne i lexojmë tash librat e Ibn Taymiyas, i lexojmë librat e Ibn Qayyimit, i lexojmë librat e Imam Ahmedit. Shiko çka thot. Ai i cili domethënë shfaqet i panevojshëm ndaj fjalëve të dietarëve bashkohor është qëllimi këtu. Dietarët bashkohor. Ai i cili shfaq një lloj pavarësi, ai vjen në shumica e rasteve me çështje të çuditshme dhe me paregullsi në rrugën e tij dhe davetin e tij dhe qëndrimet e tij. Do thonë vjen me çështje të çuditshme dhe me paregullsi në rrugën e tij, në davetin e tij dhe në qëndrimet e tij. Do thonë ka domethënë paregullsi, ka paqartësi. Edhe prandaj donjëherë habitemi, jo po si ndryshoj kështu, ishte ndryshe, jo. Për shkakut se kur largohet njeriu prej fjalëve të dietarëve dhe shpjegimet të tyre, atëherë vijnë si pasojë të asaj këto paregullsi dhe këto pasoja të rënda. Edhe më kujtohet këtu në këtë kontekst fjala e Sheikh Rabis, hafidhahullah, ku thotë se një orë me mësu me një dietar, ndoshta ja kalon ti dikujt që 7-8 vite mëson vetë prej librave. Ti do thonë një orë me dietarin, ai t'jep aq shumë, sa që ti nëse 7 vite, 8 vite vetë mëson, nuk e arrin atë. Sepse kjo është, ai do më thonë dietari ta përmbledh, ta bën të gatshme dijen. Ti vetëm ta marrish, ta perceptojsh, edhe ta zbatojsh. Një orë me dietarin do më thonë në sa 7-8 vite të mësojsh vetë. Edhe kjo ka të bëjnë po ashtu edhe lidhja të fuqishme rreth fjalëve të dietarëve, që ti kështu do më thonë me fjalët e dietarëve ti lidhish njerëzit me dietarët. Kur je përgjigje për çështjet fetare, i tregon do më thonë përgjigjet e dietarëve. Dhe në këtë mënyrë i lidhim njerëzit me dietarët. Edhe po ashtu në këtë kontekst më kujtohet fjala e Sheikh Abadit, hafidhahullah, ku thotë Sheikh Abad, hafidhahullah, se roli ose detyra e nxënësit të dijes është si postier me qenë. Postier, ai postier diçka bën, e merr postën prej këtu e çon në akon tjetër. Edhe ai, nxënësi i dijes e merr prej dietarëve, ja çon xhamatit, ja transmeton xhamatit.